Për herë të parë në garën për Bashkinë e Vlorës, Partia Socialiste ja ka besuar një gruaje. Në zgjedhjet e pjesëshme të 9 nëntorit, Brunilda Mersini do të jetë kandidatja e Partisë Socialiste në Vlorë, duke lënë kështu mandatin e deputetes që e fitoi më 11 maj. Mersini i zgjati vetëm një muaj mandati i deputetes, vendin e saj në kuvent. Pritet Amar Brisida Çakëri, e cila renditej pas Mersinit më 11 maj. Që nga 1912 në Vlorë ka pasur 24 kryetar bashkie të gjithë burra, e kjo është hera e parë që i besohet gara për drejtimin e këtij qyteti një zonja. Brunilda Mersini ka qenë drejtuese e Spitalit Rajonal Vlorë dhe me profesion mjeke ginekologe. Ajo është edhe pedagoge në universitetin, zoja e Këshillit të Mirë. Interesante është se në CV-n e saj bie në sy se Mersini ka lindur në Sofje të Bullgarisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.